kuadër të planifikimeve vjetore, mujore, javore, janë edhe aktiviteti kryesor, pra që është trajnimet e ndryshme. Pjesëtarët e policisë ushtarake trajnohen në trajnime specialistike ndryshme, një ndër tyre është edhe ngasja emergjente. Në ngasja emergjente, pjesëtarët trajnohen në shkallësi të vozitjes, ku shumica atyre i përdorin këto aftësi në reagime në incidente ndryshme, si për shembull në incidente kur ka mjet eksploziv, në incidente në vend aksident, ku përfshihen pra automjetet e FSK-s me automjetet civil, edhe në bashkëpunim me policinë e Kosovës bëhet ekzaminimi i aksidentit, edhe pjesëtarët duhet me reagu sa më shpejt me shku në vend ngjarjes, në mënyrë që edhe mu kryni procedurë shpejt e aksidentit, por gjithashtu edhe mu siguru pjesëmarrësit e tjerë në trafik. Në shumicën e rasteve përdoret pra për vend aksidente, po ka edhe arsye tjera, për shembull togu për mbrojtje të afërt, në shumicën e kohës i përdor këto shkallësi për arsye se ka përcjelljen e personaliteteve të ndryshme të rëndësishme, që kryesisht janë ushtarak. Përshëndetje, jam rrethtar Ridvan Xhepi. Arsyeja e ndolës është mosvendosja e rrugës së sigurisë. A ka mundësi ID-n, udhëtimin, autorizimin? Kuadër të rregullorëve për autorizimet e policisë ushtarake, një prej detyrave është edhe ngritja e pikave të kontrollit apo mbikëqyrja e trafikut ushtarak. Këto janë ditore, ka patrullat brendshme dhe të jashtme. Në kuadër të patrullave të brendshme, pjesëtarët e policisë ushtarake organizojnë pika kontrolli dhe mbikëqyrin trafikun ushtarak dhe respektimin e ligjeve trafikut rrugor brenda kazermave të FSK-s. Edhe ndërsa për patrullat e jashtme, organizimi i patrullat të jashtme bëhet varësisht nga regioni apo kazermat ku janë të vendosura, edhe bëhet mbikëqyrja e trafikut ushtarak në rrugët që i përdorin edhe qytetarët tonë. Kështu që organizimi bëhet edhe me policinë e Kosovës, kemi pas edhe bashkëpunim me policinë e Kosovës, ku e kemi bërë mbikëqyrjen e trafikut, edhe qëllimi kryesor ka qenë, ndarja e eksperiencës dhe përvojave me ta. Kështu qytetarët që shohin gjatë patrullimeve, që janë reagimet e tyre ndoshta kur patrulloni e shohin se që seni policë çdo tamam trafikut rrugor. Zakonisht autorizimet tona nuk shtrihen në pjesëtar civil, kështu që shumica atyre mujnë me na gabu me policinë e Kosovës, kështu që ka raste kur e ndalojnë shpejtësinë, po në përgjithësi qytetarët na respektojnë sa herë që shohin pjesëtarët e policisë, edhe zakonisht edhe kur përdoret drita rotative apo mjetet me zë, kanë respekt madh dhe shfrytëzoj rastin edhe mi falenderu për durimin që e kanë në trafikun rrugor, edhe që i respektojnë jashtëzakonisht pjesëtarët e policisë kur kanë në detyra të tyre. Faleminderit për bashkëpunim.